إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në hijen e serialit Pastruesit e mëkateve, pastruesit e gabimeve, pastruesit e gjunaheve tona, të cilat ne i kemi bë her pas here, të cilat ne i kemi bë në jetën tonë, në të kaluarën tonë. Këto pastrues, këto mundësi janë zgjidhje për neve që ne gradualisht t'i pastrojmë, t'i fshim, t'i shlim gjunahet tona. Me lejen e Allahut azza wa jall kemi përmend disa prej tyre, siç është agjërimi, siç është abdesi, siç është namazi, siç është sadakaja, siç është umreja edhe haxhi, siç është devotshmëria, siç janë disa ibadete të caktuara, të përmendura në Kur'an dhe në Sunet, të cilat i pastrojnë gjunahet tona. Kemi arritur deri te një pastrues i rëndësishëm, njëkohësisht i lehtë shumë për besimtarin, i lehtë shumë për secilin, i lehtë shumë që ne ta realizojmë, ta praktikojmë atë në jetën tonë. Nuk kërkohet shumë mund, nuk kërkohet shumë angazhim, nuk kërkohet shumë lodhje, mirë po arrihet shumë shpërblim, arrihet shumë mirësi, arrihet shumë ngritje të Allahu azza wa jall nëpërmjet këtij pastruesi, nëpërmjet këtij adhurimi. Dhe ky është dhikri, përmendja e Allahut azza wa jall. Nëse njeriu e përmend Allahun azza wa jall, dobit e këtij ibadeti janë të shumta në jetën e besimtarit, e që në mesin e atyre dobive, nëpërmjet dhikrit njeriut i pastrohen, i shlihen gjunahet e tij. Tha Allahu azza wa jall: "Wadh-dhakirin Allaha kathiran wadh-dhakirat." Ata bura që e përmendin Allahun shumë dhe ato gra që e përmendin Allahun shumë. Bura edhe gra, meshkuj edhe femra, besimtar dhe besimtare që e përmendin Allahun shumë, për ta Allahu ka përgatitur. Çka ka përgatitur? A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allahu për ta ka përgatitur falje prej gjunaheve të tyre dhe shpërblim të madh tek Allahu azza wa jall. Pra nëpërmjet dhikrit, nëpërmjet përmendjes së Allahut, njeriu mund t'i falen, mund t'i shlihen shumë gjunahet të tij. Nëpërmjet dhikrit, dhikri është një shenjë, dhikri është një veçori e atyre të cilët nuk kanë hipokrizi, nga se hipokritët, munafikët, rrallë pak e përmendin Allahun azza wa jall. Nëpërmjet dhikrit, njeriu është i mbrojtur nga shejtani. Dhikri është një mburojë, dhikri është një perde, dhikri është një mbrojtje e fuqishme e njeriut
kundër armiqve të tij, të cilët janë shejtanët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse njeriu hyn në shtëpinë e tij dhe e përmend Allahun, dhe nëse ulet han ushqim dhe e përmend Allahun, shejtanët thonë, për juve këtu nuk ka vendbanim dhe nuk ka ushqim. E nëse njeriu hyn në shtëpinë e tij, nuk e përmend Allahun, dhe ulet të han ushqim, nuk e përmend Allahun, shejtanët thonë, për ju u sigurua edhe vendbanimi edhe ushqimi. Ai i cili e përmend Allahun, dhikri është mbrojtje. Kur hyn në shtëpi, e përmend Allahun. Kur ulet në sofër, e përmend Allahun. Kur bie të flen, e përmend Allahun. Kur e përfundon ushqimin, e përmend Allahun. Para mendojeni një dhikr i cili është i lehtë, sa prej muslimanëve nuk e din. Apo thonë ma mirë, sa prej muslimanëve e din. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse njeriu pas ushqimit të tij, pasi të ngran, e përfundon ushqimin, thot: Elhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Këtë dhikr, kush e thot, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu ja fal gjunahet e kaluara. A han ushqim? Po. A ulesh në sofër? Po. Sa herë? Çdo ditë. Sa të duhet me mësuar këtë dhikr, i cili është një resht apo më pak, të cilin e mëson besimtari dhe i nevojitet për kur? Një herë në vit, një herë në muaj, jo, për çdo ditë. Po ti për çdo ditë han ushqim dhe qohesh prej sofre dhe nuk e thua, sa ke humbur? Ke humbur shumë. Sa të kushton me mësuar një dhikr të tillë? Shumë pak. A neglizhem? Dhikri është mbrojtje e besimtarit nga shejtanët. Dhikri është arritje e madhe e njeriut që nëpërmjet dhikrit atë e përmend Allahu Azza wa Jall. Ti e përmend Allahun, Allahu të përmend ty. Pa ka më të madhe se kjo? Allahu krijuesi, sunduesi, të përmend ty. Kush jam unë edhe ti? Neve na përmend Allahu Azza wa Jall. Kur ne përmendim Allahun. Fadhkuruni adhkurkum. Më përmendni mua, unë do t'ju përmendi juve. Derisa në ajetin që Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an, wala dhikrullahi akbar, dhikri i Allahut Azza wa Jall është më i madh. Dietarët dhanë komente të ndryshme. Wala dhikrullahi akbar, dhikri i Allahut është më i madh. Çka nënkupton një gjë e tillë? Disa nga dietarët thanë, njeriu mund të banë shumë ibadete, mirë, po nga gjitha ato ibadete, dhikri i Allahut është më i madh. Disa thanë, njeriu mund të përmend çdo gjë dhe çdo kënd, mirë, po përmendja e Allahut është më e madhe se përmendja e çdo kujt tjetër. Përmende ti kanë të duash, mirë, po wala dhikrullahi akbar, me përmend Allahun, ky dhikr është më i madh se çdo dhikr, çdo përmendje tjetër. Disa thanë, wala dhikrullahi akbar, përmendja e Allahut ndaj juve është më e madhe se përmendja e juaj ndaj Allahut. Ti e përmend Allahun, po, Allahu të përmend ty. Kur Allahu ty të përmend, kjo është më e madhe se sa kur ti e ke përmend Allahun Azza wa Jall. E disa thanë, dhikri të mbron nga gjunahet, dhikri të mbron nga haramet, dhe mbrojtja më e madhe nga haramet është dhikri. Por çfarë arsye? Allahu Azza wa Jall thot, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar. Subhanallah. Namazi të mbron nga të këqijat, nga haramet, nga gjunahet. Pastaj dhikri i Allahut është më i madh. Namazi të mbron, ama dhikri të mbron edhe më shumë.
Dhikri e mbron besimtarin nga gjunahet. Ai i cili e përmend Allahun Azza wa Jall është më i mbrojtur. Ai i cili e përmend Allahun Azza wa Jall është më i ruajtur. Ai i cili e përmend Allahun është më i kujdesshëm. Me përmendjen e Allahut Azza wa Jall njeriu arrin të mira të shumta tek Allahu Azza wa Jall. Dhikri është sadaka. Ai i cili don me dhon sadaka dhe dikush thot, vallai unë kam, dikush unë nuk kam. A don me dhon sadaka edhe ai që ka edhe ai që nuk ka. Derisa disa dietar kanë thënë me dhon 100 dinar sadaka nuk e arrin shpërblimin e dhikrit 100 herë ndaj Allahut Azza wa Jall. Me thonë 100 herë subhanallah, edhe mi dhon 100 euro sadaka, cila ka më shumë shpërblim, dhikri e ka vlerën më të madhe. Me përmend Allahun Azza wa Jall, me thonë 100 herë subhanallah, arrin 1000 shpërblime, 1000 të mira. A mundesh me i bën 1000 të mira për një ditë? Vështirë. 100 herë subhanallah i arritë 1000 të mira. A nuk është e lehtë? Është shumë e lehtë. Derisa me përmend Allahun Azza wa Jall është sadaka. Është lëmosh për hir të Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo ditë që zgjohet besimtari për nijet e trupit të tij, kërkohet është mirë që të jep sadaka. Për nijet e trupit, a u qove prej gjumit, je zgjuar sot me gjitha të mirat, për nijet e trupit tënd, jep sadaka. Sa nije i ka trupi? Para mendoje të është bane krasimin e asaj që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me atë që e thot shkenca sot, që e thot mjekësia sot. Sa nije i ka trupi? Ne me logjikën tonë nuk e dim. Ne me gjërat, me informatat tona të pakta nuk e dim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tregon nga ajo kohë, prej asaj kohe dhe thot, në trupin e njeriut janë 360 nije. Dhe le të del pas kësaj fjale mjekësia moderne dhe të thot, jo, trupi i njeriut nuk i ka 360 nije. Mirë po jo, të gjithë do t'i nështrohen një fjale të tillë. Po, të gjithë e pranojnë që trupi i njeriut ka 360 nije. Për të gjitha këto nije jep sadaka. Sa herë? 360 herë sadaka. 360 nije trupi, për çdo nije jep sadaka 360 herë. E kush mund prej neve të jep sadaka 360 herë në ditë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çdo tesbih që e ban është sadaka. Çdo herë që thua subhanallah, kjo është sadaka. Çdo herë që thua elhamdulillah, kjo është sadaka. Çdo herë që thua la ilaha illa Allah, kjo është sadaka. Çdo herë që thua Allahu Akbar, kjo është sadaka. Çdo herë që urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja, kjo është sadaka. Gjitha këto i mbulon një namaz, namazi i duhas. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjitha këto i kompleton namazi i duhas. Nëse ti fal namaz duha, cili është namazi duha? Namaz vullnetar pas lindjes së diellit, afërsisht 15 minuta, 20 minuta pasi të lind dielli, e fal një namaz i cili quhet namazi i duhas. I fal 2 rekat, apo 4, apo 6, apo 8. Së paku 2 rekat, deri para dreke. Brenda kësaj kohe, ai i cili i fal 2 rekat namaz duha, ai ka arrit këtë shpërblim. Pra dhikri Allahut Azza wa Jall i arrin, i ofron njeriu shpërblime dhe shpërblime të mëdha. E në një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a doni t'ju tregoj për e veprën më të mirë t'juajën? A doni t'ju tregoj për veprën më të mirë dhe veprën më të pastër të sunduesi juaj, dhe veprën e cila ju ngrit më së shumti te Allahu, dhe veprën të cilën nëse njeriu e ban është më shumë se të jep sadaka ari dhe argjend,
dhe veprën e cila është më e mirë se të luftoni me armikun dhe të ju lufton armiku. Subhanallah, gjitha këto të mira, kush nuk e dëshiron? A e doni që të arrini një gjë të tillë, një shpërblim të tillë? Than, po ja Rasulallah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me përmend Allahun azza wa jall. Subhanallah. Në hadithin tjetër tha, ai I cili thot La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 herë në ditë. Ai I cili thot, e ka shpërblimin si kur t'i ketë liruar 10 robër, dhe I ka shpërblim 100 sevape, dhe I fshihen ati 100 gjunahe, dhe është I mbrojtur nga shejtani deri në fund të asaj dite, dhe nuk vjen dikush në ditën e gjykimit që ka bë më mirë se ai, përveç nëse dikush ka thënë më shumë. Të thot njeriu 100 herë La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Një gjë e tillë duket e madhe, e gjatë, po ti për ta thënë gjithë këte 100 herë, a e di sa kohë duhet? Afërsisht 5 deri në 7 minuta. Si kur ti liron njeriu 10 robër. Çka nën kupton 10 robër? Në hadithin tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili e liron një rob nga çdo pjesë e gjymtyrës së atij robit, çdo pjesë e gjymtyrës së tij lirohet nga zjarri I xhehenemit. Nëse e liron një rob, lirohesh nga zjarri I xhehenemit. Nëse I liron 10 robër, sa largohet njeriu nga zjarri I xhehenemit. Nuk e arrin atë, e arrin me 100 herë La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me një gjë të lehtë, me një ibadet I cili është I lehtë për besimtarin, besimtari mund të arrin shumë në jetën e tij. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a doni t'ju tregoj për një fjalë e cila është nga arka e xhenetit? Than, po ja Rasulallah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala la hawla wala quwwata illa billah. Të thot njeriu, la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah, e kështu me radhë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e përcolli neve të gjithëve një selam I cili vjen nga një pejgamber I Allahut, nga baba I pejgamberve, I cili është Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam u takua me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në natën e Mi'rajit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takoi Ibrahimin alayhis salam, I cili e përshëndeti dhe ja ktheu përshëndetjen. Ibrahimi alayhis salam tha, bani selam ummetit tënd. Subhanallah, neve të gjithëve, gjithë ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju ban selam Ibrahimi alayhis salam. Bani selam ummetit tënd. Edhe thuaj atyre, xheneti është tokë pjellore. Xheneti është tokë pjellore. Uji I tij është I ëmbël. Pemët e xhenetit mbjellen me subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. A kemi mbjell ndonjë pemë në xhenet? Ne të cilët I kemi kushtuar rëndësi gjërave të dunjas, zbukurimeve të dunjas, punëve, obligimeve të dunjas, dhe se cili jemi munduar për një shtëpi, për një obor pak më të mirë, për një gjelbrim ndoshta, për të mbjell ndonjë pemë, për të mbjell ndonjë zbukurim, për të afruar atë pamjen më të mirë nga këndi I dunjas. A don që ti mbjellësh pemët e tua në xhenet? Pemët e tua në xhenet mbjellen me subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Janë gjëra të lehta në gjuhë, mirë po të Allahu azza wa jall
peshojnë shumë. Janë gjëra të thjeshta, njeriu t'i duken të thjeshta, nga se përmendja Allahut Azza wa Jall është prej gjërave më të mëdha. Mirë, po në jetën e përditshme për njeriu, për besimtarin duket e lehtë. Është prej ibadeteve më të mëdha tek Allahu Azza wa Jall. Ndërsa sa prej njerëzve, sa prej neve e neglizhojmë, e llogarisim, ndoshta jo ashtë të rëndësishme, derisa sahabet u habitën, thanë ja Rasul Allah, po a e lën dikush atë, por derisa është gjithë kysh problemi i madh, a e lën njeriu atë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu thot do ta baj, pasi të kthejmë në shtëpi, do ta baj, kur të lirohem, do ta tham, kur të kem kohë, do ta shfrytëzoj. Shejtani ja angazhon me gjëra tjera dhe e lën atë. Thot para gjumit, do ta tham, mirë po, para gjumit, e zen gjumi dhe haron, e lën anash dhikrin që e ka planifikuar, dhe shumë prej njerëzve ju humb një gjë e tillë. Ndërsa shumë e lehtë që besimtari të ban program në jetën e tij, ti cakton vetes gjëra që ndoshta nuk i ka obligim, nuk i ka farz, mirë po, me pak minuta mund të korë shumë shpërblime. Me pak minuta mund të merë shumë sevape. Me pak minuta mund të ngritet tek Allahu Azza wa Jall. E në një prej rasteve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxiti sahabet për dhikr, për ibadet, për përmendje të Allahut. Dikush prej tyre tha, ja Rasul Allah, unë nga gjithë dhikri që e baj, unë nga gjithë ajo lutja, duaja ime që e baj, 1/3 e saj e ndaj për salawat. Dhe tham, Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed, deri në fund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kjo është mirë, nëse e shton, është edhe më mirë. Tha ja Rasul Allah, atëherë gjysmën e lutjes time, dhikrit që e baj, do të ndaj për salawat. Gjysmën e kohës do të ndaj, do të dërgoj salawat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kjo është mirë, nëse e shton, është edhe më mirë. Derisa ky njeri në fund tha, gjithë kohën që e ndaj për dhikr do të dërgoj salawat ndaj teje ja Rasul Allah. Gjithë në atë kohë do të dërgoj salawat. Njeriu të ndalet, të ndan kohë, ti cakton vetes kohë, ti ban vetes program për çfarë? Për dhikr. Sa është dhikri jot i përditshëm në jetë, për çdo ditë, sa e përmend Allahun Azza wa Jall. Sa është dhikri? I cakton njeriu vetvetes 100 herë subhanallah, apo 100 herë subhanallahi wa bihamdi, 10 herë nëse s'ka mundësi ma shumë, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilay. 100 herë nëse është mundësia, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Salawat ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ai që e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa është salavati yt në jetën tënde, në ditën tënde, brenda ditës edhe natës, nëse jo 10 herë, banja vetes obligim, nëse nuk ja cakton vetes, shkojnë ditët edhe netët të zbrazëta, pa shpërblime, pa arritje, banja vetes obligim, ani se nuk e ki obligim, caktoja vetvetes që unë ose në mëngjes, ose ditën, ose para gjumit, nuk flej. Jo, unë nuk flej. Pa e kryer obligimin, pa e kryer niyetin që e kam bë, por hir të Allahut Azza wa Jall. Së paku, thuaj 10 herë, Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed, deri në fund. Ky njeri tha, krejt dhikrin që e kam, krejt kohën, do ta baj për salawat. Do të dërgoj salawat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, idhan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk. Nëse ashtu, atëherë ty do të largohen brengat, do të largohet pikëllimi, do të largohet stresi. Ki stres në zemrën tënde, ki derte në zemrën tënde, ki pikëllim në zemrën tënde, ndaju pak, veçoju pak për njerëzve dhe
dhe dërgo salavat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ty do të largohen brengat, do të largohet stresi, mërzia, pikëllimi dhe wa yughfaru laka dhanbuk, dhe Allahu do t'i fal gjunahet tua. Allahu azza wa jall do t'i fal. Në përmjet dhikrit ne pastrojmë shumë gjunahe. Në përmjet dhikrit, i cili është shumë i lehtë, ne shlim edhe fshim shumë gjunahe. Deri sa dikush prej sahabeve tha, i vjetër në moshë, tha ja Rasul Allah, mua më janë bë shumë gjërat, obligimet e fes, obligimet, mësimet e sheriatit, ma tregon një gjë të cilën do ta mbaj, ma jep një këshill me të cilën do të përkushtohem, do të përmbahem, më tregoj ja Rasul Allah, një gjë prej tyre se ndoshta krejt nuk i arri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, le të jetë gjuha jote e lagur me dhikrin, me përmendjen e Allahut azza wa jall. Përmende Allahun azza wa jall në jetën tënde. Le të jetë fillimi i ditës me përmendjen e Allahut, fillimi i punës me përmendjen e Allahut, vazhdimësia e gjërave me përmendjen e Allahut, derisa edhe para gjumit edhe gjumi të bëhet me përmendjen e Allahut azza wa jall. Kjo është jeta e besimtarit. Besimtari nga përmendja e Allahut nuk ndahet asnjëherë. E dhikri më i madh nga gjitha ato që u përmendën është fjala la ilaha illa Allah. Nuk ka fjalë më të madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fjala më e madhe që e kam përmendur unë dhe pejgambert para meje është fjala la ilaha illa Allah. Thuaj në jetën tënde la ilaha illa Allah. Le të jetë gjuha jote e mësuar me la ilaha illa Allah. Le të jetë jeta jote e përkushtuar në la ilaha illa Allah. Ne të gjithë, se cili prej nesh, nëse i bëhet pyetje si e dëshiron fundin e tij, si dëshirojmë ne me vdek, se cili prej neve don të vdes me la ilaha illa Allah. Mirë po, a do të na mundson Allahu një gjë të tillë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili e ka fjalën e fundit në jetën e tij, fjala e fundit la ilaha illa Allah, ai njeri do të jetë banori xhennetit, nëse vdes me la ilaha illa Allah. Mirë po, a do të kemi mundësi ta themi? A do të jetë e lehtë për neve kjo fjalë? Për kënd është e lehtë? Është e lehtë për atë i cili ka jetuar me la ilaha illa Allah. E ka qenë e vazhdueshme në gjuhën e tij la ilaha illa Allah. Nuk e ka lënë anash, nuk e ka larguar asnjëherë fjalën la ilaha illa Allah. E ai i cili jetën e ka në vazhdimsi gjuha e tij është duke kënduar, duke i përsëritur fjalët e këngëtarëve, duke i përsëritur fjalët e kota të atyre të devijuarve. Gjuha e tij i cili është angazhuar me gibet, përgojim, ofendime, nënçmime, shpifje, sharje e kështu me radhë. Cila do të jetë fjala e tij e fundit? Për të qenë fjala jonë e fundit, la ilaha illa Allah, duhet të mundohemi të jetojmë me këtë fjalë. Andaj ai i cili e përmend Allahun azza wa jall vazhdimisht fiton shumë në dunja, e fitoria më e madhe, shpërblimi më i madh për të është në ditën e gjykimit, në ditën që do të dalim para Allahut azza wa jall. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që e përmendim Allahun. Gjuha jon të jetë e lagur me dhikr ndaj Allahut azza wa jall, e Allahu të na mundson edhe fundi jon të jetë me la ilaha illa Allah. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na pranon ibadetet tona, Allahu të na pranon agjërimin ton, namazin ton, zekatin ton, hatmet tona, lutjet tona, gjitha ibadetet Allahu të na pranon. Gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.